Fillimisht duhet me cek që nuk është për hera e parë që udhëzimi administrativ e përmban një nën të tillë, edhe një leje të tillë që farmacistat e aplikojnë. Ka qenë edhe në të kaluarën, edhe është hequr, edhe kur është hequr është menduar që po rritet cilësia edhe po bëhet për të mirën e shëndetësisë. Megjithatë, për mua ka qenë befasuese që ka ndodhur një ndryshim i tillë. Në radhë të parë, mendoj që nuk është thirrë diskutimi mes profesionistëve nëse mund të barazohet një mjek i cili shkollimin bazë ka 5 ose 6 vjet, varësisht në cilin sistem e ka përfundu, dhe pastaj specializimin dhe një farmacist që syllabusi dhe modulet që i kanë ndjek janë goxha të ndryshme në krahasim me një mjek të përgjithshëm. Situata bëhet pak e çuditshme duke pas parasysh që ka ndodhur të kalumen me specializantët farmacistë, për shkak që një pjesë e tyre kanë qenë të punësuar në QKUK dhe pasi e kanë marrë specializimin për të mos ndërprerë kontratën e punës, ata kanë vazhduar, dhe këtë po e them me përgjegjësi të plotë, e kanë vazhduar punën e tyre në banatore, pa shku edhe pa qenë të rregullt ashtu siç do duhej në biokimi, në klinikën e biokimisë, dhe pastaj nuk është hapur konkursi fare, po kanë kaluar nga pozita e banatores e farmacistit në pozitë të specialistit në biokimi. Gjë që mendoj që ka qenë jashtëzakonisht e rrezikshme, fillimisht sepse specializimi kërkon angazhim në orar të plotë në klinikën për cilën e ke marrë ose shërbimin ku e ke marrë specializimin. Dhe kjo më bën me mendu që njëjtë ka me ndodhë edhe tash, për shkak që unë besoj që një pjesë pa dashur me paraqitbu rezultatin, po një pjesë do të jetë e farmacistëve që tash veç punojnë në publik, dhe duket si një trampolinë për të kaluar themi në një terren shumë të favorshëm, sidomos për sektorin privat. Absolutisht mendoj që është një red flag, flamur i kuq, për shkak që, siç e thash edhe më herët, është dashur me ushterë diskutimi për këtë çështje. Është dashur, nuk mjafton për shkak që nëse ne duam ta tillësojmë edhe të mos marrim përgjegjësi si institucion, ne edhe mund të themi që e kemi vendosur në diskutime publike dhe askush nuk ka kundërshtuar ose opinionet e tjera, megjithatë duhet me pas parasysh që çështjet që prekun kualitetin në shëndetësi duhet edhe të takosh me fokus grupe, edhe të mbledhësh ekspertët e asaj fushë, po pa ushterë diskutimi nuk besoj që do duhej të bëjë ndryshimi. Po ashtu, jo të gjitha praktikat ndërkombëtare e kanë një gjë të tillë të lejuar. Ka shumë praktika që farmacisti është farmacist, biokimisti është mjek, që është dallim jashtëzakonisht i madh edhe bazik në njëjtën kohë. Kështu që për mua është problem që dhe kjo nuk është hera e parë që po ndodh me specializime. Në të kaluarën, që është pjesë e kësaj qeverie, nëse nuk gaboj, ka pas një ndryshim të specializimeve neonatologji, pediatri, ku neonatologët janë bërë pediatër, që edhe në atë kohë mendoj që ka mujtë me u bën një diskutim më i mirëfillt, nëse mund të bëhen me aq lehtësi këto unifikimet dhe kodifikimet, s'po di si t'i quaj, të profileve të ndryshme në një profil, por besoj që Ministria e Shëndetësisë, siç nuk ka qenë e interesuar për shumë çështje, të diskutoj me publikun edhe të diskutoj me hizedarët e këtyre çështjeve, njëjtë ka vepruar edhe në këtë rast.